s'po zgjasim shumë. Pasi veç përmenda diçka nga bisedimet, dikush ndoshta e ka prish ritmin e normalizimit të marrëdhënieve, po fatmirësisht që është vetëm sport, edhe pse gati të gjithë kemi ka pak në qef. Ftoj me gjithë respekt kampionin e Thai boxit në botë, zotëri Muharrem Hasani. Përshëndetje Muharrem. Përshëndetje. Mirë se vjen në Face Show. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Mos ke, a i relaksum ajo? Po. Po? Po mund të më pije relaks, ndështë e marë po ashtu. I nderuar Muharrem, dhe ki emrin shumë fosh, shqiptar po ashtu. Më thuaj sakt Thai box apo kickbox, për fillim dua ta kuptoj. Thai box, në vërtet me rregullat kenishit. Jo, jetoni, ku jetoni? Në Zvicër. Unë jetoj në Zvicër. Çka më la përshtypje përveç tjetër është sa herë takoj atje mes dhe shokë që kam në Zvicër, gati gjysma e Zvicrës ushtron Thai box. Çfarë po ndodh kështu? Po është një sport, sidomos për shqiptarët, na për shtatet më shumë të se çdo sport si bëjmë bashkarisht, nuk na shkon. Nuk më na shkon, ha? Na shkon çdo sporti si boksojmë, si e bëjmë veçantë vet, na shkon të na herët. Po mirë tash kampion, ju jeni kampion botëror, apo? Po. Meçi i fundit nderuar shikues, meçi i fundit që kishte bërë Muharremi njihet si meçi gati një farë rekordi që keni bërë, do të për sa minuta, mbasi do të kemi edhe videot. Këtu për 1 minutë sa do të keni nokautuar një rival. Dikon mas 1 minutë o kon hera parë, ose ma pak se 1 minutë hera parë, tonë që e kom nokautuar herën e dytë, në herën e tretë e ka dëzulluar në krejt. Po mirë, do të kjo sukses, unë të uroj sukses edhe tutje të vazhdosh kështu. Kam djerën do të që kam një kampion në mësafir në Face Show. Çka deshta me të thonë për këtë, e dini ja tash ai rivalim duhet kishte qenë Serba, po? Po. Nësë nuk është mirë në qëtë periudhë kur jemi do të në bisedime për normalizim të marrëdhënieve me Serbinë, do të me rrej Serbin deri në atë mas, do të nokaut për 1 minutë e diçka. A ke mujt pak me zgjatë ose ma but pak, do të me qenë pak ma i zbutën? Po na shqiptarët e kemë të regu këta si demek nëse nuk funksionon me dialog, ha? Me dialog, mundem edhe ndryshe. Mundem edhe ndryshe. Ademja... Okej, duar trokitje ashtu nga mysafirët. Çka desha të them diçka për nokautët? Unë e di që njerëzit që paguajnë bilet dhe dëshirojnë me shku me pa një shfaqje në varë forme, ata që kanë dëshirë të shohin rrahje, normalisht në kuadër të rregullave, po nuk je atraktiv. Dhe këshilla ime është që herën tjetër mos nokauton njerëz për 1 minutë e diçka, sepse njerëzit blejnë bilet, do të menzi hyjnë aty, ulën, vendosën dhe mendojnë që do ta shohin një show, një spektakël, një rrahje profesionale, që do të zgjas, do të ketë eufori, adrenalin pak, interesant, anojnë, ti për 1 minutë ja u kryve show-un edhe krejt e shtëpia. Po, që shtojnë është një fjallë urtë popullore, ma mirë, pak e mirë, se me zgjatë e me shku kesh ma mirë, sa ma pak e ma shpejt e mi kryj, mi knaq me pakten. Po, si e pa tem nëj? Miloš Golić. Miloš, plus, nejse. Sidomos edhe emri pak... Po, emri, ka frustru ma shumë, ha? Qaj mas shumë ti me sapit. Po, cili do tjetë meqi juaj jashëm? Meqë në ashëm e kom me 8 qershor në Zvicër. 8 qershor? 8 qershor. Do të boksoj në Zvicër. Kundërshtari hala nuk është i saktë me cilë, s'po dijet me cilën boksoj, unë boksoj me së cilë kush. Ata s'po guxojnë medalë apo s'po dijet për shkak shortit? Tash konta qetë edhe federata. Kush në radhë? E kam pyet një shok për ty. Me gjithë sukseset që i ki, edhe më tregoj diçka interesante të kishte ndodhur një herë. A me rëfy unë apo rëfen ti? A i më tërgoj tha që një herë ke fitu një meç, një farforme, por në një goditje që e kishe pranut mirë, pak ti kish pas shku në loma ta i tipi. Ashtë të vërtet, ka qenë në 2003, por nuk jam i sigurt me cilin kundërshtar kom boksu. Ke fillu me i arrua? I kom arrua dhe në 2003 ka qenë, kom boksu, e kom startu shumë mirë meqin, po në rundin e parë kom marrë një goditje edhe s'kom ditë çka bon heqë. Vetëm njëna pjesë e kujtesës do të ke pas bllokuar, ndërsa ti ke vazhdu luftën. Po, unë kom vazhdu, edhe s'kujtohet kur. Sa s'kujtohet, e kom përfundu meqin. Ke përfundu, ke fitu meqin. Kom fitu edhe me knockout, edhe atë meq. Po.
Ju më shku në garderobë ku më ka dalë gjumi, e kom pyet trenerin atë Skenderin, trenerin tam, e Kur kom po pyet fillojna? ku pja fillojmë, po tha ke marru, thash ç'është kur e kom marru, thash ka marru me që ki fitu. Thash po ç'është, sa smokë rapi të. Me gjithë që si e përshëndes shumë Skenderin. Skënderin, e përshëndesim edhe ne. Skënder, E tash të pës këto kohët e fundit që ke pas me që sen, a je i vetëdijshëm që jenë face show, ta di do që Po. se ju bokserat keni, përndaj ju në sporte luftarake. Çka mund të bëjmë na me 8 qershor për juve? Në meqin e ardhshëm. Po Me Anu, vim të anojmë për ty? mundi, Po, okej. A do t'jerë mësafir prap? gjithsesi. A do t'i marrëm atëherë videot vetëm mundësisht pa nokauta do thotë që të shohim një lojë, një art luftarak, çfarë është Thai boksi edhe Na bokserat na kur s'mendojmë me çugat, na me mujt Shkur. si t'ja nisim fillë e përfundojmë. po mirë tu si shqiptar në farë forme, si temperament, edhe në sport shprehun me refera na herë diçka ke pas na Ja, jo. ja, Je deri tash jo. Deri tash jo. Deri tash jo. Dhe po më vjen mirë thotë. Kjo është kulturë në Unë farë forme. e respektoj çdo refer sa e bë punën e vet, unë e bëj temën. Ka gabime, ka ndodhur gabime po duhet me akceptu që ato që është për momentin. Në Kosovë kur vjen do të a bën trajnime thotë Po. fizike? Po. Çfarë? Po më varet vrapoj. A ki kush e re atje në pej? Po. Se s'po shkon mi marr plugun ose diçka me livru më let më mirë. Po në të ardhmen ndoshta. Dhe këto kallamoqin me rëmi, me prashit që thonë, diçka s'po të shtyn, jo? Ja, ka herë më rrallë. Një pregaditje Jo vjen- fizike ma natyrore. Jo vjen kështu, gjëna, më mirë. vjen gjëna për Vjen mirë. gjëna. Okej, morëm. Faleminderit shumë që ishe. Vetëm pak kam një dhuratë për ty. Është Praxis Massage Center. Masaj do të ke kryer një mes mirë dhe je në një farë formë, një farë pushimi. Po të jap një dhuratë, do të kesh do një masazh deri në 1 orë, ju pret një mik Shumë imi, faleminderit. Naimi aty. Shumë faleminderit. Besoj që duhet kështu si Shumë sportist. faleminderit. Shumë. Ishte kënaqësi shumë e madhe dhe të pres pas 4 qershorit. Faleminderit. Suksese tutje. Faleminderit për juve, faleminderit për ftesën. Lutem.